Qendra e përbashkët mediatike dhe juridike, emëruar Qendra për Drejtësi dhe Solidaritet, pranë strukturave të Partisë Lëvizja Shqipëria e Re, është kthyer në një përthithse e ideve dhe propozimeve nga përfaqësues të shoqërisë civile, grupeve të interesit dhe qytetarët në nevojë. Nëpërmjet takimeve, kjo qendër në bashkëpunim edhe me shoqata të shumta, ofron ndihmë juridike për njerëzit në nevojë dhe trajton probleme të ndryshme që u përkasin një sër grupeve. Po pa diskutim në qoftë se sheh në thellësi kupton që problematikat janë të shumta, për arsye se ne duhet të kuptojmë realisht se sa kapacitete kemi ne, domethënë sa prurje kemi ne të psikologëve. Në tryezën me shoqatën e të Pastreve në Durrës, Gjik Pastërma tha se mbi 100 familje durrësake jetojnë në apartamente të ndërtuara me kontribut vullnetar, por mbi truallin e pronarit. Ai gjithashtu gjatë fjalës së tij solli në vëmendje një ligj se kur një investim është 50% me 50%, në këtë rast pronari dhe shteti janë bashkëpronar. Ndërsa koordinatori i Qendrës për Drejtësi dhe Solidaritet, Ilia, konfirmoi se janë për harmonizimin e të dy të drejtave themelore, të drejtës së pronës dhe të drejtës për të patur një stre.